Blero po bëhet babë, për herë të dytë, kësaj radhe i një djali. Që nga dasma e tyre e shumë përfolur në muajin janar, zërat kishin filluar të qarkullonin me shpejtësi nëpër portale dhe kudo në rrjetet sociale. Se çifti mund të ishte në pritje të ëmbël. Ndërkohë që Blero dhe partnerja e tij, Eronita, janë treguar jashtëzakonisht hermetik dhe kanë zgjedhur ta mbajnë këtë pjesë kaq intime të jetës së tyre larg syrit dhe komenteve të publikut, shtatzënia tashmë është një fakt i pamohueshëm. Këngëtari i njohur, i cili e ka provuar ndjesinë e prindërimit me vajzën e tij nga martesa e parë, Tara, po bëhet gati të ndërrojë sërish Pelena dhe të përjetojë të njëjtat emocione pas kaq shumë vitesh. Burime të pakonfirmuara ende zyrtarisht nga vetë dyshja, por shumë të afërta me ta, kanë bërë të ditur ekskluzivisht për prive se çifti simpatik janë në pritje të një djali. Duket se ky vit ka nisur në mënyrën më të bukur, të mundshme për dyshen, duke kurorzuar dashurinë e tyre me martesë e tani me një trashëgimtar që do t'i shtohet familjes së shpejti. Jemi sy e vesh për të parë nëse dyshja do të vendosë të ndajë ndonjë foto me barkun e rumbullakosur në ditët në vijim. Për lajmet më të reja, ju lutem na bëni subscribe kanalin ton, ju faleminderit.